Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV, jemi së bashku në emisionin Pika e takimit. Sot kam nderin dhe privilegjin për bashkëbisedues të kem mjekun humanist, njërin nga themeluesit e partisë së parë të shqiptarëve, Partisë për Prosperitet Demokratik, dhe një zë kritik dhe intelektual i gjithë këtyre 35 viteve pluralizëm. Mirë se erdhët, zotëri Ilir Luma. Mirë se u gjeta. Në më lejoni që me që jemi në muajin e shenjtë Ramazanit, të gjithë shiquesve të emisionit u uroj këtë muaj të bekuar. Të jenë të lumtur, në paqë dhe të kenë agjerim të këndshëm. Faleminderit. Tani do të dalim më njëherë në temë. PPD-ja ka mbetur në kujtesën kolektive si një parti e intelektualëve. Edhe ky botë kuptim ekziston edhe sot e kësaj dite. Po mund të na tregoni si është krijuar ky botë kuptim? A ish me të vërtet PPD-ja partia e intelektualëve dhe kush ishin këto intelektual? Ku ishin shkolluar dhe si lindi ideja për themelimin e PPD-s? Shifni, është e vërtet se në dallim nga partitë tjera që janë themeluar pas PPD-s, kohën kur u themelua PPD-ja ishin kohëna turbulente, gjithsesi shumë turbulente. Kur them kohra turbulente, mendoj atë turbulencë të trisht që aso kohë politika aktuale ende ishe Jugoslavia, të gjitha problemet që shkaktonte politika jugoslave karshi shqiptarve, veçanërisht përmes politikës, përmes çështjeve ekonomike, do më thanë ndikonte në sferën ekonomike të shqiptarve, në sferën kulturore, arsimore, të punësimit, e kështu me radhë. Të gjitha aso kohë, pra që t'jap një pasqyrë ma reale, pse edhe u bo një parti e atill që ende përmendet, dhe mendoj se do të hyjë në histori megjithatë themelimi i kësaj partie, jo funksionimi gjerë në fund. Atë pse jo funksionimi gjerë në fund, do kemi mundësi ta spjegojmë në vazhdim. Pra themelimi i kësaj partie, koha si u themelua, pse u themelua dhe me çfarë entuziazëm dhe përkrahje të hatashme nga, të them, intelektualët, po jo vetëm intelektualët, këtu në asnjë mënyrë dua këtë menjëherë në fillim ta ceki mendimin, kjo i përket aspektit të funksionimit financiar të kësaj partie, mendimin financiare të qytetarëve tanë me punë të përkohshme në shtetet e Europës dhe gjithandej. Pra, format e represionit që dilnin nga fillimisht ndryshimet kushtetuese, dhe gjitha format e ndryshimeve kushtetuese Maqedonia i zbatënte në mënyrë shumë drastike dhe kjo faktikisht shqiptarët në përgjithësi aso kohë i vente në pozicion shumë të vështirë kur them përjashtim nga puna për gjëra qesharake banale. Qytetarët që janë më në moshë dinë atë problemi që ndodhi në një darsëm në Maqedoni për një diçka shumë qesharake, janë kthyr shqiptarët ka Shqipëria nga perëndimi. Darsma e Strimnicës, Darsma e Strimnicës, po, dhe kanë pi Coca-Cola dhe si disa shqiptar intelektual, por edhe mesin e tyre dhe funksioner të atërshëm të ati sistemi u përjashtuan, edhe nga partia e atërshme, edhe nga puna. Kështu që këto gjëra bën, domosdo të kthehem edhe në një element pse ishe burimi i të gjitha këtyre aktivistëve pikërisht në gjimnazin e Tetovës aso kohë, sepse atë që hetuan profesorët e gjimnazit, kujtoj se asnjë të punësuar kudo që të kishin qenë, nuk e kanë përjetu atë traumë
psiqike, atë traumë ekonomike, atë traumë madje edhe shëndetësore. Kështu që kanë pësu edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin shëndetësor, psiqik e kështu me radhë. Kështu që ato ishin të punësuar si profesor në të cilët të parët arritën për shkak të forcës që kishin brenda tyre në numër, por mos harrojmë ishe edhe qendra e patriotizmit shqiptar në aso kohë ndoshta pak ma e kamufluar, mos të bie në sy pushtetit atërshëm, por mes veti unë e di shumë profesor me cilët kur kemi bisedu, kur kemi vajtur dikundi në jashtë Tetovës, kemi bisedu pikrish për çështjet me të cilat ballafaqoheshe popullata shqiptare asa kohë në Maqedoni, në veçanti në Tetovë. Kështu që të them me iniciativën e këtyre profesorëve, pikërisht për t'ju kundërvu këtyne formave të represionit politik, dhe duke e vërejtur se diçka në rrafshin më të gjarë veç ka filluar në flasë në geopolitikën europiane, të shteteve të Europës lindore, ndryshime demokratizime, rënje e murit të Berlinit, indicjet në Jugoslavi se diçka nuk shkon, të parët ishin slovent ata që u larguan në mënyrë demonstrative dhe paralajmëruan se ma nuk do t'jenë pjesë e Jugoslavis ashtu siç ishe aso kohë, dhe të gjitha këto gjërat në Maqedoni, faktikisht Maqedonia në formë më të vrasht bënte eksperimente të ndryshme me shkollat e përzjera, kinse shkollat përzjera, por në gjuhën maqedonase, ka ekzistu në një periudhë kohore një shprehje Index Librorum Prohibitorium, indeksi i librave, domethënë lista, falni, librave të ndaluar. Ne kishim Index Prohibitorium nominem, domethënë të emërtimeve të personale. Kishin kur shkoje të regjistrohesh një fëmijë po se ka lind, nuk kishe mundësi t'ja vesh emrin ashtu si don ti, por atje kishe listë emrave të ndaluar. Kjo ka qenë si vazhdimësia politikave serbe. Ajo ishe vazhdimësia politikave serbe, po në mënyrë shumë të vrasht. Shumë gjëra faktikisht në Beograd edhe nuk ishin ashtu si që zbatoj këtu. Këtu ajo zbatoj në mënyrë. Edhe po që se reagojshe ndo një mbledhje partijake, ata që kanë qenë, se unë s'kam qenë antari i Partisë Komuniste, ata që kanë qenë pjesë e partisë, ka pas shumë të atil, një reagim sa do pak të but, ka shi një dukurie të atil, me njëre ose përjashtoj, ose kishe vëretje në fundit para përjashtimit. Kështu që të gjitha këto dukuri, këto gjëra bën që, si të them, të organizohen profesorët shqiptar, atyre ju bashkangjitën, spaku unë nisi nga vetvetja, sa mora vesht se ka një iniciativë të atil, sepse bisedimet zhvilloheshin paraprakisht në për kafene, në për ambëltore, në për burektore, kështu me radhë. Unë kur them këto gjëna, me siguri ata që janë ende, kanë mundësi të ndigjojnë këtë, do të din kush janë ata, se edhe me emra edhe s'ka mundësi edhe t'i përmendi. Kështu që arritëm të marrin vesh se filan dit do të ketë brenda javës. Në fakt, do të themelohet partia e parë shqiptare në Maqedoni, fillimisht me iniciativën e profesorëve të gjimnazit të Tetovës, gjithsesi në marrëveshje me siguri, unë tash s'kam aq informata, në marrëveshje me edhe me qendra qytetet tjera, si Shkupi, Gostivari, Dibra, Kumanova e kështu me radhë, dhe në Tetovë, me 15, në fakt, në fshatin Gjepçisht, me 15 prill, u themelua Partia për Prosperitet Demokratik. Atëhere, me që entuziazmi, ajo nuk përshkruaj gëzimi, shumica edhe lot gëzimi dernin, kur arritëm ta themelojmë partin,
jo në bazë të them të disa parimeve demokratike, jo ku e di kushtetute, aso kohë ishe vetëm marrëveshje gentlemanit, si thuhet, e zgjodhëm zoti Nevzat Halilin kryetar të partisë dhe më duket se aso kohë mbet që kryesia mandej në vashtën e rrjedhave të themelohet. Edhe kryesia, edhe të fillohet në mënyrë institucionale dhe formale, se kjo ishe krejt në mënyrë jo formale, dhe formale, konform rregullave të demokracisë, të zgjidhen edhe organet e kësaj partie. Kjo ishte kjo. Dhe derisa janë të 15 prilli dhe të themelimi i partisë parë demokratike shqiptare në Maqedoni, a kujtoj se edhe si regjistrim, sepse ndërkohë patëm mundësi edhe ta regjistrojmë, mbasi u themeluan gjitha ato organet, patëm mundësi ta regjistrojmë në Beograd fillimisht, mandej regjistrimi u bë edhe në Shkup në Maqedoni. Kështu që unë me një rast në suazat të organeve të partisë, derisa funksiononin, dhe më vonë, kur filluan ma demokratizimit bëhet me themelimin e të pasërohet, ashtu të them, duhet të them demokratizimit të pasërohet në thojza, se ka pas shumë gabime mandej në çfarë formash janë kriju parti tjera, ku ka qenë avantazhi i krijimit atyreve dhe dëmin që kanë kriju ato parti që mandej janë kriju rrjedhave politike të shqiptarve, po edhe të vetë demokracisë, spaku në rafshin politik shqiptar. Unë aso kohë kam dash, po e kam thënë, por ja e them edhe një herë, është mirë tash gjitha partit politike që funksionojnë, qofshin ata në qeveri, apo jashtë qeverisë, deputetët në parlament të marrin 15, të propozojnë 15 prillin si datë e demokratizimit të shoqërisë në Maqedoni, në përgjithësi demokratizmit, se deri atëherë s'kemi pas asgjë. Mandej filluan transformimet e Partisë Komuniste në SDI me emra të ndryshëm, u kriju VMRO-ja e kështu me radhë. Domethënë, kjo ka qenë, si të them, pjesa më e ndritshme e funksionimit të shqiptarëve, domethënë me datën 15 prill 1990. Shpresoj të na dëgjojnë politikanët e sotëm dhe ta shënojnë këtë datë historike. Në biseda kështu jo formale edhe e kam cek këtë, por është mirë kjo dret në renditet shqyrtojnë spaku ata që janë adhurues të vërtet të demokracisë, edhe funksionale, por edhe institucionale. Se demokraci kështu prava me shit në për kafe, në për muhabete të kota, ajo në fakt edhe ma shumë i damton rrjetet demokratike se sa që i ndihmon. Edhe për politik, për demokraci, megjithatë duhet flasin njerëz që spaku kanë një përvojë, kanë lexu, kanë njohuri, ata tillë kemi shoqyr tash edhe profesora, edhe intelektual, edhe politikan të karrierës, diplomat të karrierës, e kështu me radhë. Për atë periudhën që flitnim tani për fillimin e viteve 90, atëherë me siguri se ka pasur shumë zhvillime, duke filluar nga shpërbërja e Jugosllavisë dhe rënja e murit Berlinit, dhe me siguri se nuk ka qenë e izoluar Maqedonia. Dhe në këtë aspekt, cilat ishin lidhjet e PPD-s me Kosovën dhe me Shqipërinë, po edhe lidhjet tuaja personale me Ibrahim Rugovën apo me protagonist të PD-s Sali Berishës. Po, pikrisht kjo është shumë e rëndësi të ceket. Aso kohë ne, me që tani më kishim kriju organet e partisë, antartë kryesisë qendrore, deputetë, veçanërisht deputetët dhe antartë e kryesisë qendrore, po të kuvendit, banim edhe angazhime që rjetin e partisë të zgjerojmë edhe jashtë Maqedonisë, sepse kishim atëherë, po edhe sot e kësaj dite kemi popullat që jeton, punëtor që punojnë jashtë Maqedonisë në diasporë. Dhe mesin e tyre shumë udhëtime të këtilla kam bërë edhe unë, me sekretarin e atëshëm partisë, me kryetarin e partisë, kështu me radhë, edhe
atëherë vërejtëm se në diaspor, shqiptarët e Maqedonisë të gjithë ishin të inkuadruar dhe antarësuar në lidhjen demokratike të Kosovës. Atëherë, ideja ishte, spaku unë nuk di a ka pas do një marrëveshje fillimisht edhe me zotin Rugova, të ndjeri, apo jo, por për të qenë funksional, për të bo diçka funksionale, ne kërkuam që tani më të krijon deg edhe në diasport Partisë për Prosperitet Demokratik. Dhe kuptohet ata entuziastët e parë që tani më kishin hyrë në për to rrjedhat e demokracisë përmes funksionimit të LDK-s në diasport, ata disa nga ato edhe kishin edhe vëretje, mirë po ne mandej i harmonizuam këto gjëra me kreun e lidhjes demokratike të Kosovës dhe themeluam edhe degët tona në diaspor që funksiononin në mënyrë të jashtëzakonshme, si në aspektin e grumbullimit të ponave për të funksionim të mirëfillt të partisë, si edhe në aspektin e dhënjes të mendimeve se si duhet, megjithatë ata në perëndim kishin mundësi edhe më shumë, kanë pas mundësi të shohin format e funksionimit shumë partijak në ato shtete, kështu që atëherë edhe filluan edhe marrëdhëniet tona të afërta të ngushta me lidhjen demokratike të Kosovës edhe me zotin Ibrahim Rugova. Gjënat që kjo është shumë e rëndësishme të seket, se ne në parti donim që marrëdhëniet tona me lidhjen, me qenë se ajo ishe po ashtu lëvizje, lidhje demokratike e Kosovës, edhe PPD-ja më vonë u shndrua edhe në lëvizje, sepse s'kishe kush që nuk vjente të interesohet, nuk e përkrahte këshumerat Partinë për Prosperitet Demokratik. Aso kohë edhe lidhja demokratike e Kosovës e kishe atë zgjerim në rrafshin e diasporës, ashtu si që kishe edhe në Kosovë. Dhe ne formuam edhe një këshill koordinativ, u them edhe ku ishe merrte pjesë edhe Partia për Prosperitet Demokratik dhe asnjë lëvizje, asnjë mendim që i takonte aspektit politik gjithë shqiptar, mbar shqiptar në Ballkan, nuk banim pa u konsultu edhe me lidhjen demokratike të Kosovës, siç nuk bante as lidhja demokratike e Kosovës do një veprim që nuk konsultoj me partitë tjera që ishin pjesë e atij këshilli koordinues, prandaj ashtu quaj. Më vonë, me themelimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, vum lidhjet, kontaktet edhe me atë parti, në krye të asaj partie ishe zoti Sali Berisha, dhe insistimet tona, mendonte spaku unë isha më i zëshëm që ne jo vetëm të marrim instruksione, bie fjala çfarë mendon Partia Demokratike e Shqipërisë për këto çështje, por edhe ne si Parti për Prosperitet Demokratik, sepse ne tani atëherë më, të mos them tani më, por atëherë më, pas themelimin, pas zhvillimeve të ndryshme në diaspor, në vend, patëm ndërkohë edhe parlament të themelum, patëm edhe ministra në qeverinë e Maqedonisë. E vërenim se teorinë e veprimit politik shumë më përpara ishim se sa atëherë ata të Partisë Demokratike e Shqipërisë, madje disa nuk dishin edhe si të veprojnë në atë aspekt. Kështu që, por përkundra asaj, ne me mundësitë tona, si në aspektin financiar, shumë edhe në aspektin financiar kemi ndihmu Partisë Demokratike që t'i fitojë zgjedhjet e para në Shqipëri. Kështu që vum kontakte edhe me vetë kreun e Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotit Sali Berisha. Ajo zgjati një periudhë kohore, derisa tash nuk ndodhën ato ngjarje
ato ngjarje që me faj gjithsesi nuk ka qenë, si të them, i thjesht, ka qenë shumë kompleks. Ka pas faj strukturat, një prej strukturave që kanë qenë pjesë e Partisë për Prosperitet Demokratik, strukturat që kanë ndiku te Partia Demokratike karshi disa individve të Partisë për Prosperitet Demokratik që ishin si krah ma radikal, sepse aso kohë kishe indicje me siguri Shqipëria, se diçka, jo indicje, po stoja në ndodhi me një rast me kryetarin e Pjetër Arnori, të ndjerin të Partisë, të kuvendit të Parlamentit Shqipërisë, në një takim nohor, këto janë gjëra që kam dëgju, vetë nuk kam marrë pjesë të jem, dhe mund të mos jetë edhe kështu, por në qoftë se dikush nga opinioni ka dhe një mendim tjetër, mund vje këtu ta thot atë mendim, atëhere kishe reagim, Pjetër Arnori andovit të thot pse një struktur radikale që mund bëjnë telashe Macedonisë, nuk i mbyllni. Ti burgosin. Të privojnë nga liria, të them shumë. Mirë po, pjesa dërmuese që ishen si kuvend qendror, si kryesi qendrore, si kryetar partie, qëndronin ende të fort karshi këtyre lëvizjeve, dhe ne gjithni mendonim se do të kemi përkrahje edhe nga ashtu si që thonim nga shteti anë. Në këtë drejtim, qasje shumë korekte karshi këtyne zhvillimeve në Partinë për Prosperitet Demokratik ka pas zoti Ibrahim Rugova. Me një rast ka qenë edhe misafir të une, mirë është të spjegoj edhe një dukuri, jo një dukuri, por një ngjarje, ishe përvjetori i ngritjes, i çlirimit Shqipërisë, patëm ftesë të shkojmë Shqipëri, ta festojmë nga Partia për Prosperitet Demokratik, edhe pse kishe ftesë zoti Nevzat Halili si kryetar, ai nuk shkoj atje, edhe shkova unë, mua më shoqëroi Veton Suroi nga Kosova, cilës parti ishe atëherë dhe kam harru si e kishe emrin e parti, dhe atje në ra në sy, veçanisht mua më ra në sy, se atë ditë nuk është prezent zoti Rugova si lideri i LDK-s, por edhe lider në çdo aspekt i lëvizjes kombëtare shqiptare në Kosovë, por jo vetëm në Kosovë. Edhe unë në bisedë kështu interne me zotin Suroi, them, çfarë është kjo? Jo, tha, ka një problem këtu, zoti Rugova nuk i ka punët siç duhet. E kam kështu, si të them, në mënyrë ma modeste, ma të thjeshte, e them këtë bisedë me zotin Berisha. Por, ai momentalisht ishe jashtë në perëndim, dhe të nesërmen, kur atëherë ishim ne kur u ngrit flamuri pa yll, 92 duket se isha ajo, në Vlorë, edhe nesërmen zoti Meksi si kryetari i parlamentit organizoi një koktel, e atje ishe edhe zoti Rugova. Dhe pa u taku fare kontakt, atëherë byle mua më vike shumë çudi, çfarë është kjo, çfarë ndodh, s'kisha këto informata aso kohë. Dhe prej Kosove, mbasi mbaruan gjitha këto ceremonit në lidhje me shënimin e përvjetorit dhe ngritjen e flamurit të parë pa yll kombëtar, ashtu si ka qenë, si të them, den babadem prej kohës Skenderbeut, zoti Rugova shpreh dëshirë të vijë të ketë një takim me Partinë për Prosperitet Demokratik, dhe për shkaqe të sigurisë, të rrjedhave të ndryshme, dola unë dhe ishe misafiri im atë natë. Dhe këtë them, në shtëpinë tuaj. Në shtëpinë time kemi bisedu deri në ora 2 e diçka,
atëre bëre si mjeku ne reagojsha pse pin shumë cigare, shumë e radhë, por me qëllim, si të them, qersha tema që janë paka shumë më të komplikume. Pse nuk është kjo punë është qysh në bunjaj, ka mbet jashta Kosova, jashta pioneria dhe të atërshme, mandej demonstratat e filan vitit, falan vitit e kështu me radhë, dhe kemi bisedu shumë për shumë çështje, si të them, të marrëdhënieve brenda partijake, si në Kosovë, si edhe te ne, sepse te ne, tash në aso kohë po, veç kishim ne, si të them, Partinë Demokratike Popullore, po nuk kishe doni pesh që mundeshe të bëjë diçka, dhe atëherë mora vesh se diçka nuk është në rregull me këtë. Që ta ndërlidhi këtë, tash aspektin kohor, do kërkoj falje, nuk do kem mundësi të saktësisht me data, në një takim, në një kërkesë të zotit Sali Berisha, përmes Dylber Vrionit, aso kohë, ishe kryetari degës së Partisë Demokratike të Tiranës dhe miku shumë i afërt, i besueshëm i zotit Berisha, një mbasdarke, urgjent më thirin mu telefona kështu s'kishim, po telefona në të shtëpisë, kështu ka ardhur Dylber Vrioni dhe kërkon takohet me mua, edhe me zotin Gjeladin Murati. Edhe unë vajta, dola, po pregadita ashtu, ishim po gati edhe të flej, po pregaditëm edhe fillu, tha kështu keni të fala prej doktorit, Sali Berishës, kam një letër, unë do marrë pjesë në konferencën e Partive Demokratike në Hamburg, Manfred Werneri do ketë fjalim, të dorëzoj mendimin dhe kërkesën e zotit Berisha në lidhje me problematikën shqiptare në Ballkan. Po thash, çfarë? Edhe këtë tha, kam lutje prej zotit Berisha bisedoj vetëm me mua, se para prakisht unë harova këtë të cekit, se 92-shin kur isha, pata edhe takimun me zotin Berisha, ma mundësoj këtë takim vetë zoti Suroj, dhe pata një disa minuta në një televizionin shqiptar, të them diçka në lidhje me gjendjen aktuale të atërshme politike, veçanërisht të shqiptarëve në Maqedoni. Tha, po thash, çfarë do kërkoni? Tha, kërkoj. Shifni, kjo është shumë me rëndësi, kjo është here e parë që them unë shumë publikisht, mendoj se ka kaluar shumë kohë dhe nuk mund të ketë ndonjë ndikim reperkusiv, efekt ndaj dikujt ta damtoje, por si element i zhvillimit historik politikës shqiptare duhet dihet kush, në cilën periudhë kohore, çfarë ka kërku dhe sa ka kontribu për ta realizuar ata. Thot, ne do kërkojmë nga Werneri si Parti Demokratike, pra doktori kërkon, që Kosovës t'i kthehet autonomia. Edhe unë u shtanga. S'ka Jugoslavi, s'ka... Kjo ka qenë pas shpërbërjes Jugoslavisë. Pas. Kishe Serbia që tentonte me malin e zi të bëjë një farë Jugoslavia, mas isha jo Jugoslavi, ku mund tjetë Kosova pjesë e autonomi në atë strukturë politike. Edhe për shqiptarët në Maqedoni e kështu t'jenë në institucionet, bëjnë këtë, bëjnë atë, hynë në ndeje, tha shifin këtash. Për këtë çështje në shqiptarëve të Maqedonisë se duhet të shkojnë ushtarë, se kishe atere, kishe mendim atë aso kohë, Partia Demokratike Shqiptare veç funksiononte, nuk e di a funksiononte si partia, po ishin ato grupacioni kur 3-4 deputet arritën të bëhen deputet aso kohë, dhe propagonin nuk do shkojmë ushtar, nuk do shkojmë polici, nuk do shkojmë këtë, atëherë Berisha reagoi, tha, qëndrimi i Shqipërisë në këtë drejtim është në të gjitha institucionet e shtetit të Maqedonisë, merrni edhe Maqedonia, mua më ka thënë personalisht, edhe Maqedonia, në Maqedoni të çelni një fakultet pedagogjik. Edhe unë atëherë thash, zoti kryetar, fakultet pedagogjik ne kemi, ne kërkojmë universitet në gjuhën shqipe. E kam thënë ata atjerë.
Edhe këtë e kam thënë tash e ndal pakës nga ajo. Unë thash vetëm kam një pyetje thash, kush do t'jape përgjigje dhe kush do ta mbaje përgjegjësinë se kishim një kufi në hapësirën gjeografike, etnogjeografike shqiptare mes Shqipërisë dhe ambientit politik, hapësirës politike shqiptare që shtrihej në Jugosllavi. Tash kemi 5. Edhe ai u idhnu atëre, nalt poshtë mbas 40 minutave mbaruam ne bisedën. Tash të kthehem te Dilber Vrioni. Dilber Vrioni dëgjon, është dëshmitar, është edhe Xheladin Murati. Them autonomi, shife thash, në qofse ju lutem thash, këtë kërkesë mos ta bëni për Kosovën. Ka mbaru çështja e kërkesave. Kosova kërkon shtet pavarësot. Fillimisht kërkojte, tjetë një republikë, ajo u shpërbë Jugoslavia, u shpartallu Jugoslavia, tani ma s'ka, vetëm mbetet të jetë pjesë e Serbisë me këtë kërkesë që doni ju të bëni në Hamburg në takimin e partive të djatha demokratike të Evropës. Prandaj thash, në lidhje me çështje tjera për shqiptarët tonë, shqiptarët e Anës Moravës, Preshev, Bujanoc e kështu me radhë, të Malit Zi, të jenë pjesë e institucioneve, të kenë të drejtat e tyre të barabarte, madje thash, ne kërkojmë të jemi element konstitutiv të kushtetutës, pjesë konstitutive e politikës në Maqedoni. Jo të kemi drejtat e minoriteteve, pakiceve kombëtare, se aso drejta me kushtetutën e 74-shës kemi pas byle edhe ma shumë se ajo. Edhe mbet, çka ndodhi mandej me atje nuk kam informata. Por, erdha në konstatim se këtë punë, Zoti Rugova e ka ditë dhe prandaj komunikimi i tij me zotin Berisha ka qenë ashtu si ka qenë, kanë qenë me distancë, edhe të nesërmen, bylek hangërëm mëngjes, darkë kuptohet, hangërëm edhe mëngjes, e thirrëm edhe zotin Nevzat Halilin te une në shtëpi, përgatitëm fëmijët i kisha të vegjël dhe bam 2 filma. 2 filma fotografum, edhe filmat ja çum një fotografit t'i zhvillohe. Nuk e përmend emrin, nuk është me rëndësi, edhe është me rëndësi, por nuk duhet ta përmend emrin. Edhe kaloj 2 javë, 3 javë, unë thonë, be filmat, tha i kam humbë filmat si di ku janë. Edhe unë e kisha të qartë se filmat, filmumet, se ku mund t'jenë. Edhe me siguri janë ende atje ku janë, po neve nuk arritëm, unë s'kam asnjë fotografi me fëmijë, me familjen, me zotin Nevza. E kam fjalën derisa ndërkohë ndodhi ajo përçarja në Partinë për Prosperitet Demokratik, ku me kërkesë përsëri të Shqipërisë, gjithsesi të zotit të Partisë Demokratike, tash kryetar kuptohet ishte edhe nuk ishte edhe ajo partia atëherë ende e përçame, mandej u përça, edhe është në gjendje ashtu siç është tash. Me kërkesën e tyre duhet të bëhet një këshill brenda PPD-s që do të bashkëpunoje me krahun që bante, domethënë me krahun e ma vonë që u quajt Partia Demokratike Shqiptare, cilës i printe zotin Menduhi edhe Arber Xhaferi. Që të krijohet tash një strukturë e përbashkët. Por ata e kishin rregullu fillimisht me përkrahjen e Shqipërisë, e kishin siguru se kush si do të funksionoje ai këshill dhe çka do të bëhet. Në atë këshill, mes tjerash, gjithnjë me votime zgjidhesh edhe unë. Ti jam pjesë e atij këshillit. Shikoj, ka pauzë, diçka ndodhën, vjen dikush, jo, nuk është në rregull. Po edhe një herë, një 3-4 herë zgjedhim, prapë unë jam atje, derisa një person, ai është ende, po nuk e përmend emrin, erdhi dhe më tha, di çfarë, ti e tha fajtori,
që nuk funksionon ky këshill. Këshilli që duhet votohet. A unë jam, thash jo, vetëm nëse është për këtë unë tash lutem, thash unë nuk marr pjesë në këtë këshill. Ura, ato jam në tjera, mandej pat unë me një person tjetër deputet isha në Gjermani mbas disa çështjeve tjera, ata shpejt e kanë thirrë një mbledhje, dega e Tetovës ka dhënë dorëheqje. Tashi ka edhe finesa tjera të vogla, mos të humbim në kohë, kaloj në atë që është shumë qendrore, shumë esenciale. Esenciale është në shtëpinë e kulturës, Tetov, Pallatin e Kulturës, bëhet kongresi. Edhe atje krejt strukturat përçarëse që erdhen, zoti Arben Xhaferi erdhi nga prej Kosove, s'kisha as vend banim këtu, as ishe shtet as o kohë i Maqedonisë, me që gjatë kohë ishe në funksione të ndryshme në televizionin e Prishtinës. Edhe kjo mbet të ne, të një pjesë e antarëve të Partisë për Prosperitet Demokratik, si brenda NATO, për të pas të drejtën të marrë pjesë kandidot për deputet, ja dhanë edhe letër njoftimin, edhe vendbanimin, edhe krejt këto gjanat. Kështu që kjo ishte ai momenti i përçarjes dhe atje veç e kishin rregullu, se tu e ditë këtë, pata mundësi të bëj një referat dhe të organizoj të grupin si të them të një grup të partisë që ishin pjesë e Partisë për Prosperitet Demokratik që nuk pajtoheshin me ato lëvizje, në komunën e Tetovës arritëm të bëjmë kongresin tonë. Kongresi ynë atëherë nuk pati mundësi të zgjedhë kryetar. Me referatin kryesor e mbajta unë. Krejt, komplet. Prej fillimit i tregova pse bëhen këto gjana, pse ndodhin të gjitha këto ngjarjet, edhe në pauzë erdh një prej deputetëve tha nuk e zgjedhin tash kryetar. Tash pse nuk e zgjedhim kryetar, edhe unë e kisha të qartë, mos aludonin se unë kisha dhe një pretendim të bëhem unë kryetar, edhe pse mbas krejt asaj atij aktiviteti duheshe unë të jem kryetar. Mirë po e bam, u arrit një marrëveshje jashtë të gjitha procedurave të demokratike, e shpallëm kinse Gjeladin Murati është kryetar, edhe ai e mbajti sa e mbajti këtë 6 muaj, edhe fillu prej këtij momentit në fakt unë e shpëtova emrin, funksionimin, edhe historikun e Partisë për Prosperitet Demokratik dhe u themelu Partia Demokratike Shqiptare me kryen me Arben Xhaferin. Tashi kam unë edhe mendimin tem, por nuk është në rregull, sepse ai nuk është në mesin e aty. Ne vetëm një gjë mund të them, se shpesh herë i jipen meritat atashme si intelektual nuk përjashtohet, është njohësi teorisë politike shumë e radhë, por arritja më e madhe atij ka qenë të jetë kryetari i thatshistëve. Do të thënë, fatkeqësisht, asnjëherë s'ka qenë ai. Po ishe edhe gazetat maqedonase shqiptare, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare është kryetar i thatshistëve. Gjithnjë ka qenë në ndjenjë me do thash. Ju ke gjë më të ri, nuk e di, ajo ka funksionu, edhe çdo merit edhe me nduthazhit që ka arrit ta organizoj ashtu të funksionojë ajo parti. Ma vonë filluan edhe filloi lufta, filluan lëvizjet e ndryshme. Asnjëherë Partia Demokratike Shqiptare nuk arriti të fitoje më shumë vota se ne, ndodhi ajo VMRO-ja erdhi në pushtet, pat një gabim ka udhëheqësia teshme e kreut të PPD-s, që nuk betëm me Branko Crvenkovskin, atëherë edhe pse kishim ne reagime shumë të mëdhaja, asaj i prisha unë edhe zoti Maini Simi, i ndjeri, dhe
para se ndodhin këto përçarje, më kam harruar edhe një element të tregoj se patëm, domethënë prej këtu filloi ai ndikimi i Shqipërisë në krye me Shaban Muratin, Shaban Memin, ishin edhe një 2-3 të ardhur prej Shqipërie, patëm një kuvent ne në Shkup, në si quhet kjo teatri, në sallën e teatrit të Komsive, aso ko si quheshte, dhe atëre kishim, pata unë një fjalim, kritikuam formën e funksionimit inert të Partisë për Prosperitet Demokratik, sepse edhe kjo duhet të seket, gjithsesi që nuk është presedant. Asnjë funksionar partijak, kryetari, sekretari, nënkryetarët, antarët e kryesisë, nuk ishin deputet, nuk ishin ministra, nuk ishin, kështu kemi vepru vetëm puna të ece përpara që tash shoh se ka qenë gabim. Kemi dhënë mundësi, atëre kishim një strukturë që udhëheqte partinë si grupi i deputetëve, ata ma shumë funksiononin me ministrat, edhe ne që ishim kryesi e partisë, deri në Kumanov, kur u bo ma shpartallimi definitiv i partisë, erdhen do kryetar tjere, kështu me radhë, u bon lloj-lloj malverzimesh dhe e dobësuan në mënyrë të vrasht funksionimin e Partisë për Prosperitet Demokratik dhe ajo parti mbas luftës, mbas krijimit të BDI-s, Bashkimit Demokratik për Integrim, ma dështoj komplet dhe mbaroj ashtu si që mbaroj. A mund ta quajmë BDI-n si një vazhdimsi e Partisë për Prosperitet Demokratik? Ka elemente të tilla? Jo, shife, fjalën e nxjerrën me këtë ma kujtove shpesh në bisedat ku bonim, pinim kafe, unë e thojsha deri në një moment, jo masëndej, Partia për Prosperitet Demokratik ishe akademi politike për të kriju kuadro, për të funksionu mandej prej Partisë për Prosperitet Demokratik, mbeta një pjesë shkun të Partia Demokratike Shqiptare, te kur u themelu BDI-a, pjesa dërmuese shkun andej, ajo pjesë që mbeti si struktur me 2 apo 4 deputet të Partisë për Prosperitet Demokratik, ma tepër ishin, si të them, bashkëpunojshin dhe veprojshin në suazat të Bashkimit Demokratik për Integrim, derisa definitivisht të gjithë u shkrin në atë parti. Edhe në fakt kishin ata, kuptohet se kishin edhe antar të ri. Ajo ishe pjesë që u kthyn të persekutuar që kanë qenë me kryeën zotin Ali Ahmeti, që kanë qenë bashkë me bashkëpunëtorët e tij në diasporë, kanë dhanë kontributin e vet në këto çështje si të ndjekur politik. Kishin, bazën në fakt ata e kishin, mbasi e kthemeluan parti, mandej kërkuan, për shembull, fillimisht edhe mua më kanë thirrë, por unë si njeri që ishem i dhanë mbas PPD-s, dojsha ta ndroj parti. Fillimisht ata të Shqipërisë bashkë me Menduhin, Arben Xhaferin, më thirrën atje të shkoj, edhe atje nuk shkova. Kështu që tashi çka do të thënë kjo, ta la shikuesit le ta vlerësojnë, por mbeta unë atje ashtu si isha, shkoj definitivisht shkoj në histori Partia për Prosperitet Demokratik, në ngjarjet politike kuptohet si njeri që ka qenë pjesë e politikës demokratike të them të hapësirës shqiptare këtu në Maqedoni, i kam ndjek i ende, bëj përpjekje me do një mendim timin, t'jap do një kahje, ka në cilin anë, si duhet, qarë duhet bëhet, por sa ajo pranohet, nuk e di. Në këtë aspekt do të lidhi me diçka tjetër. Para disa viteve doli një lajm se teksti origjinal i marrëveshjes së Ohrit është zhdukur. Dhe ishit pikërisht ju që e siguruat një kopje, e cila më pastaj u dërgua edhe në arkivin shtetëror. A mund të na shpjegoni si ka mundësi që shteti të mos jetë përkujdesur për një dokument i cili është aq i rëndësishëm për shtetin tonë dhe
Si ra ai dokument original pikërisht në duart e tuaja? Shifni, politika deri te marrëveshja e Ohrit e palës politike pa unë parasysh me pak oscilime, me pak zbutje nga ndonjë parti ka çështje shqiptare, ka qenë shumë si them jo afirmative nga ana e tyre. Nuk donin diçka që kërkojnë nga pala shqiptare të afirmohet ajo të bëhet e kështu me radhë, edhe pse të gjitha këto kërkesa kanë qenë suaza të asaj që janë normale. Madje nuk shkonin përmbi Kushtetutës 74-shës. Doli mendimi se nuk gjendet dokumenti Ohrit askundi. S'bëhet fjalë për origjinale, po çështja e originalit tash do të ndërlidhem kur doli ajo. Ndërkohë, ashtu siç ishin disa entuziastë shumë të fortë, deshëm disi ta ringjallin Partinë për Prosperitet Demokratik, ulum, biseduam në gënde edhe në një moment dikush tha, po, a do e marrish ti mu drejtu mu, ta udhëheqësh Partinë për Prosperitet Demokratik. S'kishim as financa, s'kishim as kurrë, kishim ende njerëz që janë ende me shpirt, me ndjekin me shpirt për Partinë për Prosperitet Demokratik. Unë thash në rregull, mundet. Edhe filluam bëjmë disa takime në këndë, edhe arritëm në Shkup, tash në një sallë, të themelojmë, të ringjallim, të reorganizojmë Partinë për Prosperitet Demokratik me të gjitha ato elemente që duhet, me grumbullimin aty në nënshkrimeve, të regjistrojmë, të bëjmë kështu me radhë. Edhe kur papritmas atje doli se unë nuk duhet bëhem kryetar partie, do bëhet dikush tjetër. Po thosh, po që se është ashtu, në rregull, s'ka problem, unë pajtohem. Edhe unë përsnjeri, mandej morën vesh se dikundi në Shkup, në një hapësinë tjetër, janë mbledh struktura tjera, po të bëhet Partia për Prosperitet Demokratik, le të ringjallet, ama jo me kryetar Ilir Luma. Unë përsëri ashtu si jam, thash po s'ka problem, urnoni, edhe unë tash ty do të bëjmë sekretar, siç po unë tash kontributin tim do të jap atje. Edhe mandej doli ajo që doli më vonë, dështuam edhe në atë aspekt, nuk arritëm të bëjmë. Ai moment, ne kemi pas në parti një sekretar, si tem organizativ, administrativ, që udhëheqte gjitha dokumentet e partisë, do e përmendje edhe emrin Qemal Limani, burr jashtëzakonisht tash edhe në moshë, i përpikt në çdo gjë. Çdo flet, çdo gjë dinte ku është, çdo numër telefoni kujt është, e kështu me radhë, edhe me këtë rast edhe i falenderoj, ai kur pa se ne diçka bëjmë përpjekje për PPD-n, ma pruni atëre pash se e ka rujt origjinalin. Opinionit i drejtohem, edhe ma mos ta ndigjoj fjalën nuk ka origjinal. Ka origjinal, origjinalin e dokumentit Ohrit e ka pas Partia për Prosperitet Demokratik, dhe përmes meje, Qemal Limanit, përmes meje është në arkhivin shtetëror, që nuk e di tash a është atje ajo. Se ekziston mundësia mos tjetë edhe prap atje. Ato ja la partive politike që janë pjesë e pushtetit, po ata që janë opozit, të intereson është apo s'është, pse them këtë? Unë harrova, kisha ndërmend, po harrova të tregoj një ngjarje shumë me rëndësi, do të rikthehem, ndoshta edhe me këtë, nuk e di si jemi me kohën, do rikthehem në fillimin e funksionimit Partisë për Prosperitet Demokratik, për tubimin madhështor që ka organizuar Partia për Prosperitet Demokratik në Shkup, ku sipas disa vlerësimeve dikush thoshte mbi 80.000, dikush thoshte mbi 100.000, nga ura e Gurit deri te Korzoja, që thon këto, të rruga që del në stacionin e vjetër e Kurudhor, rrugët andej, krejt ai rafsh zi ishte. Patëm një tubim madhështor që paraprakisht në kryesinë e Partisë për Prosperitet Demokratik zhvilloi bisedimet kush do ta udhëheqe. Dolin prej kujt, asi do të gjejmë një artist i cili do fole, përthash, unë reagova në kryesi, përthash, si artist, ne nuk bëjmë koncert, ne bëjmë
tubim politik. Atje duhet zoti Nevzati, kryetari, sekretari, do një antari kryesisë, ajt flet. Jo do një e ka marru emrin kujt dojshin se e kemi marrë atë disa herë në do tubime ende pa u themelu, ashtu pa funksionu mirëfilli partia. Edhe unë thash, atëherë thash, dysi kush tha, po t'ja mundesh, thash mundem, edhe unë do t'a baj, thash tekstin. Edhe atje, se shpesher thuashte s'dini çfarë kërkoni, atje i kam mënyrë taksative, i kam cek çka kërkojmë ne shqiptarët këtu në Maqedoni, përfshi edhe atë që them, element konstitutiv në kushtetutën e preambull. Jo vetëm preambull, Maqedonia është shtet, jo ashtu si është tash, po ndryshe. Maqedonia është shtet i maqedonasëve, presë shqiptarëve, dhe këto dy janë një, dhe ku ka dhe e ve më së ndej, nuk o me rëndësi, ajo preambulla, çështja e preambullës është çështja e definimit të pakicave kombëtare. Pjesë e popullatës që jeton në Maqedoni, ashtu jemi tash, fatkeqësisht. Edhe u dakordun edhe unë kam folë. Erdhi koha, në duheshin dokumente të bëjmë një historik të filmave, ku kemi në vendet ndryshme, ka pas aktivitetet të ndryshme në Gjermani, në Francë, këtu, në qytetet e ndryshme të Maqedonisë. Deshëm edhe këtë film të marrin prej kartotekës televizionit Maqedonisë. Filmin e tubimit, ashtu? Filmin e tubimit. Atëre, po ashtu nga disa që punëshin në televizion, mora vesh se prej këtij tubimit do ta nxjerrni vetëm zoti Nevzat Halili ku thot nxjerrni flamurin, që ishte ashtu, edhe një 10 sekunda diçka tjetër, çfarë kam folune, mos dale në televizion. Të kërkesat, se i kisha renditur të kërkesat, atëherë, ma vonë me kërkesën që ta gjeta njerë të interesohet në televizion shumë e radhë, s'ka. Derisa arritën, marrin vesh se ai film është eliminu edhe është do një arhiv tjetër. Dhe një arhiv i fshehur, ndoshta shtetit, ajo, me siguri më zvije se ma vonë kemi pas edhe takime me Arensin, në një takim kam marrë pjesë une, kur parë se si zhvillohen ato bisedat, unë u çudita. Thash, kadale, zoti Arens, tash më falni, ku e keti atë dokumentin me cilin ke ardhur këtu të ofrojsh, ishe dokumenti i Lordit Carrington për shpartallimin e Jugosllavisë, në ato kapitujt A, B, C, te kapitulli C, pika kaq, çfarë thot për këto, për shqiptarët, a i mbet. Ama tha unë prandaj tha dëshiroj të mbajmë takime në Zhenevë, se atje janë kretë, atje kemi arhivin, mund nxjerrim dokumentet që po thash ju, ta në kohën, biseda qendrore zhvilloi rreth universitetit shqip, duhet apo s'duhet. Mbas asaj, mbas një muaj apo 2, takimi u caktu në Zhenevë, kuptohet, unë u eliminova nga bisedimet me këtë, sepse kishe kërkesa që zakonisht nuk bëheshin në këto takime. Kështu që është ngjarje, si të them në veti, funksionimi i Partisë për Prospetit Demokratik. I ka ato 4 vitet e para, jashtëzakonisht, kuptohet, ka pas edhe atëre, mangësi e parë ka qenë si u pajtum ne të quhet qeveri teknike, të pas gjitha ato deputet, pse u pajtum, mandej disa të gjithë që ishin shqiptarë në ato deklarun se s'janë pjesë e Partisë për Prospetit Demokratik, shumë radhë, domethënë ajo nuk qëndronte, nuk duheshet, jo asgjë kundra atynive që ishin pjesë e asaj, po duheshet partia dale zot thotë jo, këto janë pjesë e Partisë për Prospetit Demokratik, dhe kjo funksionon se ne jemi pjesë e kësaj qeverie. Mandej nuk zgjati, afat shkurt ishte ajo qeveri, mandej veç filluan të jemi pjesë e qeverisë shumë me kërkesat tona ashtu siç ishin. Desha të them, Partia për Prosperitet Demokratik ka dhënë gjurmë hatashme progresive në funksionimin, në ndërtimin e idealit politik,
të funksionimit politik të përfaqësuesve tanë kudo që ishin në ato institucione, me pak përjashtime kuptohet, dhe ajo nuk mund të mohohet nga askush. Si i shihni partitë e sotme që funksionojnë sot? Sepse nëse themi që PPD-ja ka qenë parti e intelektualëve, atëherë menjëherë i bën se këto partitë e sotme ndjehen në disavantazh. Dhe kemi tani një koalicion që është në pushtet dhe një në opozitë. A mendoni se funksionon si çdo? Ajo nga del mendimi se PPD ishte partia intelektualëve. Ja, kur bisedonim ne për kuadër. Njëre shoshit që në 3-4 mbledhje. Jo, interes unë duhet bëha. Kush duhet bëhat minister për këtë, qarë ka të kryme, qëfar aftësisht intelektuale ka, kemi pa, ka thanë diqka, ka fol dikundi, ka thanë, ka mbrojtët, ka po, ka këtë. Mos hyjnë ata ditë të veshet mirë, dress kodin që quhet, din të lëvizje mirë, ditë haje si duhet në tavolinë, e kështu me radhë, për diplomaci e kështu, se kemi pas vëretje edhe nga pala Maqedonase, shkon thirrën Amerika në darkën, në mëngjezin e si quhet e Po. Thirrën nuk din si ti mbajnë lugët edhe pirunat edhe në cilën krah, në cilën dorë, çka duhet mbahet. Kështu që ka, domethënë, këto gjëra ne kemi s'kemi pas mundësi të marrim prej rrugë e hajdeve, ose pse ka qenë shumë i afërt me mua, ma kam mbajt çantën, më ka rrah mbas shpine edhe kam emruar diku ndi shkoja. Kjo në 3-4 vitet deri edhe pak më tutje nuk ka pas mundësi të kalojë në Partinë për Prosperitet Demokratik. Byle frigoshin njerëzit kur thoshim të bash, jo ka dalë s'mundem. Unë atje duhet kështu, atje duhet ashtu, duhet kështu tjesh, duhet ashtu tjesh. Me ardhjen e PDSH-s, mandej kjo punë ma u eliminu, kisha atëherë një biset, thuashte, mos dil mbas mesnate në rrugë, se dikush të grabitën të bëm direktor, drejtor dikundi, kështu që e kam fjalën ajo ma e ndeka, patëm edhe një rast tash që ndodhi që s'është në rregull ajo, mirë po, nuk është se s'janë intelektual. Unë shoh bisedimet të përfaqësuesve të Vlenit në debatet. Tash mos përsëri nuk duhet shkoj, unë i di edhe personalisht disa po mos vje puna ky anon me këtë e me ata, por ka intelektual, udhëheqin ministri me pesh, janë ashtu siç duhet të jenë, me sjellje, me njohuri, me dieni dhe me polemik me palën tjetër kur ka nevojë të kundërshtohet një ide që s'është në funksion të asaj. Ne dim se tash i vëmëroja çfarë aspektesh ka shi strukturave, shohim edhe sjelljet e kryeministrit. Mirë po, reagimi është megjithatë adekuat. Kjo prandaj them, ajo parti intelektuale nuk ka të bëjë me këto parti që janë parti intelektuale, ashtu edhe si pjesa kryesore dërmuese edhe e Partisë Demokratike Shqiptare ka pas intelektual, ka pas njerëz që ajo nuk mohohet, por fatkeqësisht në përvrimat të ndryshme kanë deportu edhe njerëz që kanë pas interesin individual. Ajo do të jetë gjithnjë në çdo parti, edhe ndaj atyreve se në një bisedë me njënin prej kryetarëve të partisë, në bisedë kështu më bëshin votat i bëj. Domethënë ta bëjmë se ai ka vota. Po edhe ajo tash është pjesë e asaj, pa marrë parasysh atje si do të funksionojë, mirë po mbas ka një katund me 2000 vota, edhe ajo ose deputet do bëhet, ose do një funksionar do bëhet, diçka e bëjnë. E bëjnë edhe asaj, s'kemi çka të bëjmë, s'ni shmangemi. Ajo do një kulturë të gjërë politike, intelektuale, edhe edukat, moral, deontologji, është një lami tjetër që mirret me këto çështje të etikës edhe moralit, deontologji. Kur do të arrim partitë politike, strukturat e veta ta zbatojnë deontologjinë politike, atëherë do eliminohen këto. Deri atëherë nuk e di sa do skasë kjo. Doktor, pasi edhe me profesion jeni mjek, a mund të jepni një diagnozë për gjendjen e shoqërisë sonë në ditët e sotme? A thua vallë ndoshta vuajmë nga ndonjë
gabim që kemi bërë në të kaluar, ndonjë gabim politik, apo prapse me këto gjeneratat e reja, prapse shihet ndonjë dritë në fund të tunelit? Shifni, shoqëria jonë, flas tash për Maqedoni, ku i ve edhe shqiptarët edhe maqedonasit, në disa periudha kohore, tash nuk e cekit cilën periudhë kur, po e di unë kur ja, nga kënd vështrimi politik, unë kam pas edhe disa shkrime në një gazet Puls maqedonish kam shkrujt, kishe një smundje që nuk shëroj. Edhe duhet zbatohet, unë shpesh thojsha, eutanazia. Eutanazia është ta mos a lash individin të vuje prej dhimbjeve të mëdhaja, sepse s'ka shërim, por duhet t'ja ndërprejmë dhimbjet dhe jetën përmes eutanazis. Unë kam tha, shqyqyra ajo periudhë kohore të eutanazis politike ka kalu, nuk funksionon, nuk është. Ka dopsi, do të ketë edhe do të ketë në përgjithësi, dopsi të tilla tash nuk duhet ta kemi atë kompleks që kemi pas fillimisht pala Maqedonia si do të jetë. Atë kam pa une edhe kam eliminu atë kompleks kur jam bërë zavendësministër. Kam shku me një kompleks, mendojsha atje kushiti çfarë kokash e udhëheqin atë ministri, pash se tash vjen keq që të them se unë asnjëherë s'kam fol në veten e parë njëjs unë, atëherë pash se unë jam më i miri nga të gjithë ata që isha atje në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe krejt ata vishin edhe ndër takimet ndërkombëtare që kishte Ministria e Shëndetësisë, me organizatën botërore e shëndetësisë, me organizata të ndryshme që i kanë miren me çështjet e shëndetësisë, me mu takoshin sepse ministri nuk më autorizonte mua, e shifsha se ai nuk kisha ato njohuni që duhet të ketë për të pa një komunikim të atil. Domethënë, ne atëherë e eliminum atë kompleksin e inferioritetit karshi popullatës, karshi strukturave politike maqedonase. Dhe tash kemi ne diplomat, politikan, jashtëzakonisht të shkëlqysh, edhe ato gjithsesi janë edhe intelektual, domosdoshmë. Kemi edhe të atil që kanë kry shumë, titu i kanë sen, po në fakt s'janë intelektual. Se kuptimi intelektual edhe të kesh kry profesionalisht, një ashti kanë ndalime, intelektuali ka një përfshirje pak më të gjerë, jo pak shumë më të gjerë të njohurive nga lami të ndryshëm, jo vetëm Tazan është mjek edhe vetëm për mjekësin, shumë i shkëlqyshëm është në mjekësi, sa e hudhish e nxjerrish nga shinat e binarët e mjekësis, humbet. Dhe këto janë ato gjana që unë mendoj se ne kemi kapacitet. Edhe aktualisht partitë politike, qofshin ata në pushtet, qofshin ata jashta, kanë kapacitet. Ne kemi një mangësi tjetër, kur isha student, të tregoj cila është mangësia jonë, kur isha student kishim profesor prej Shqipërie, ishe një profesor i patofiziologjisë, Pullum Bitri e kishe emri, e vajza që ishe Anita Bitri që në bat një fatkeqësi në Amerikas diku ndodhi, në Spanjë, a i thoshe ne, se kishim ushtrime me kufoma, kur bëjmë autopsi, tha, ne diktojmë, tha, shkodran, cilit janë shkodran. Pse këtu, tha, kanë një vrim? A dini pse e kanë vrimin? Na shkodranë, tu ira na shkodranë, tha, këtu ova vrim. Edhe na, derisa nuk themi unë, nuk do kemi kësi defekte. Këtë duhet ta eliminojmë, tulen në fakt tulen, ata që udhëheqin politikën, dhe në kadaleve, vec t'i këndi. Pse ky rin anësh, ja, din këtë, i aftosh del debate në strukturat ndryshme qeveritare, jo qeveritare, ku e diku. Hajde ta angazhojmë, ashtu kemi bërë në fillimisht. Unë kam, sa vetë kam prunë parti, ma vonë jam bërë doktor shkencash, politikan të mirë, ministër të mirë, deputet mirë, e kështu me radhë, Kështu që kjo, po që se eliminohet, mos bëjmë vrim këtu i ra gjoksit, nuk mund të eliminojmë këto mangësi që do na përcjellin gjatë kohë. Prandaj, optimist jam, rinia të rritë kemi rini jashtëzakonisht të shëndosh, por luftën
kur them luftë në thojza, domethënë ballafaqimet politike, mos t'i shndrojmë në mlef ndërnjerëzor, ndërgrupor, sikur t'jemi anëmiq të ram, dikush dhe i preku, ato gjëra do të eliminojmë. Kuptoj. Po që se eliminojmë ato gjëra, ardhmëria e shqiptarëve u takon në Maqedoni, u takon shqiptarëve. Shpresoj. Doktor, unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë dhe ju falenderoj për kohën që ndatë. Faleminderit edhe juve, edhe për respektin. Faleminderit.